Shkruan Ylli Pata, ka një situatë më shumë se kafkiane, kur thotë Erion Veliaj. Në epokën e sotme të hetimeve të nivelit të lartë në SPAK dhe atë të gjykimeve në gjykatën e posaçme, publiku shikon vetëm pasarelën e vipave në rrugën e famshme pranë stacionit të trenit, si edhe frenezinë e materialeve me burime për hetime, ku nuk merret vesh në realitet linja kronologjike apo edhe sensi i logjikës së gjërave. Ku, siç tha avokati Maksaxhia, klienti i tij nuk ishte marrë tender nga Akshi, por që Nena u referua ndryshe. Megjithatë, kjo i takon hetimit, e mjegulla do të mbizotrojë mbi qartësinë, edhe si taktik për të trembur personat nën hetim. E kjo nuk është as e re e as e papërdorur në homologimet hetimore në përvojën europiane. Plus që po jetojmë në një epokë ku më shumë se sa faktet vlen zhurma, siç po e shikojmë në dosjet Epstein, ku si në Shqipërinë tonë, edhe atje duken të implikuar të dyja palët e politikës. Megjithëse deri tani më shumë se implikim kemi mjegull pishinash, xhakuzi e gjëra të tjera bizarre. A thua se kemi zbuluar Atlantidën dhe trimëritë e Herkulit në qytetin imagjinar. E me qëra fjalat e Atlantida dhe zbulimet e vjetra, një lajm rrodhi sot nga reporterët që ndjekin procesin e Gërdecit se SPAK ka zbuluar një shkresë të vjetër ku dilte emri i Shkëlzem Berishës. Është interesant fakti se gjitha kjo na u servir, sikur kemi të bëjmë me një zbulim arkeologjik të një qytetërimi që ka jetuar mbi 4000 vjet më parë. Ku në tema ky dokument është publikuar vazhdimisht dhe ndërkohë ka qenë pjesë e hetimit të parë mbi Gërdecin, por asnjëherë nuk është marrë në pyetje personit të cilit i dedikohet shkrimi. E absurdi i gjithë këtij teatri kafkian është se askush nuk di gjë se çfarë ndodh brenda në procesin e Gërdecit, si dhe askush nuk di pse gjyqi nuk zhvillohet i hapur për mediat. Dhe tjetra, pse SPAK nuk e shpërndau në media këtë dokument, siç ndodh me 10 mijëra faqet e përgjimeve të tjera. Mbyllja e sallave të gjyqeve për publikun ka sjell në realitet një mosdije të plot, pasi edhe reporterët pa kamera nuk marrin dot pjesë dhe gjithçka thoni marrin nga palët. Dhe ironia më e madhe e deri sotme e gjyqit të Gërdecit është se gjithçka çfarë ndodh atje merret vesh nga deklaratat e deputetit Fatmir Mediu, i cili është i pandehur në proces.